Përshëndetje shenja Demit, kjo është panorama e interpretimit mujor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria dhe puna. Në gjendjen tuaj personale kemi magjistari, hierofanti, 2 monedhat, mbreti i shpatave. Muaji gusht kërkon që ju të besoni më shumë tek aftësitë tuaja dhe të besoni më shumë tek mënyra se si i përdorni ato aftësi. Magjistari tregon se mund të kuptoni se keni më shumë mundësi në duar nga sa kishit menduar deri tani. Megjithatë, kjo energji e magjistarit nuk ju këshillon të veproni pa arsyetuar. Hierofanti thot të mbështeteni tek përvoja, të mbështeteni tek vlerat dhe tek parimet që ju kanë udhëhequr deri më sot. Pra, magjistari tregon se mund të kuptoni se keni fuqinë për të ndryshuar drejtimin e disa situatave të caktuara, ndërsa hierofanti ju thot se kjo fuqi jep rezultatet më të mira kur mbështetet te përvoja dhe te parimet tuaja. Ndërsa muaji zhvillohet, 2 monedhat sugjeron se mund të përpiqeni të mbani ekuilibrin mes 2 situatave, mes 2 përgjegjësive ose 2 mundësive që kërkojnë vëmendjen tuaj. Pra kërkohet një lloj ekuilibri për t'i vlerësuar situatat me qetësi dhe pa u nxituar, që të mund të arrini në një vendim të drejtë dhe të mirë menduar. Në fund të muajit, mbreti i shpatave tregon se mund të arrini një qartësi më të madhe mendore. Mund të merrni një vendim të rëndësishëm dhe të prerë, ose të shihni një situatë pa ndikimin e emocioneve, duke zgjedhur atë që është më e drejtë dhe më e arsyeshme për ju. Në tërësi, kartat tregojnë se gushti mund të jetë një muaj ku aftësitë, përvoja dhe gjykimi i drejtë punojnë së bashku. Dhe unë do të thoja se sa më mirë ta ruani ekuilibrin, aq më të qarta do të bëhen zgjedhjet që keni përpara. Kartat këshillojnë t'i besoni aftësive tuaja, por gjithashtu lejoni që vendimet t'i udhëheq arsyeja. Kalojmë në familje. Në familje kemi 9 kupat, perandori, faqa e shkopimve, kalorësi kupave. Në familje, muaji gusht nis me një ndjenjë kënaqësie dhe harmonie. 9 kupat tregon se mund të vlerësoni më shumë atë që keni ndërtuar me njerëzit tuaj të afërt, ose të përjetoni momente që ju mbushin shpirtërisht. Kjo energji harmonizohet edhe me perandorin, i cili sjell stabilitet, përgjegjësi dhe dëshirën për të mbajtur familjen të bashkuar. Kartat sugjerojnë se dikush mund të marrë rolin e shtyllës kryesore në familje, por kjo energji me perandorin mund të jeni edhe ju vetë, nëse situata kërkon më shumë vendosmëri dhe organizim. Më pas shfaqet faqa e shkopimve, e cila sjell lëvizje, sjell ide të reja ose lajme që mund të ndryshojnë pozitivisht atmosferën në familje. Pra mund të lindin plane të reja ose dëshira për të bërë diçka ndryshe. Muaji mbyllet me kalorësin e kupave, duke treguar se komunikimi emocional, mirëkuptimi dhe gjestet e ngrohta mund të afrojnë edhe më shumë marrëdhëniet. Nëse gjatë muajit lind ndonjë keq kuptim, kartat tregojnë se ky keq kuptim ka gjasa të zgjidhet përmes dialogut dhe jo përmes përplasjes. Në tërësi, kartat tregojnë një muaj që favorizon harmoninë përmes komunikimit dhe mbështetjes reciproke. Kartat gjithashtu këshillojnë të vlerësoni kohën dhe fjalët që ndani me familjen. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi
8 monedhat, perandoresha, asi shkopinjve, 8 shpatat. Në dashuri, muaji gusht këshillon të ndërtoni, jo të nxitoni. Pra, 8 monedhat nënkupton se marrëdhëniet mund të kërkojnë përkushtim, pra përkushtimin tuaj, durimin tuaj, gatishmërinë tuaj për të punuar mbi atë që ka vërtet rëndësi. Karta sugjeron se rezultatet nuk vijnë nga fjalët, por nga veprimet e vazhdueshme. Kjo energji lidhet edhe me perandoreshën, e cila sjell ngrohtësi, sjell afeksion dhe dëshirën për të ushqyer një lidhje me mirëkuptim dhe kujdes. Për disa nga ju, pa dallim gjinie, perandoresha nënkupton se mund të jetë një periudhë ku ndjenjat thellohen, ndërsa për të tjerët mund të jetë momenti për të kuptuar se çfarë meritoni vërtet në dashuri. Më pas shfaqet asi i shkopinjve, i cili sjell një energji të re, sjell pasion të zjarrt, ose një zhvillim që zgjon kryesisht kontaktin fizik. Pra, mund të ndizet një shkëndi në një marrëdhënie ekzistuese, ose mund të lindë një interes i ri sentimental, seksual. Megjithatë, narrativa nuk përfundon tek ky zjarri që ka nevojë për zjarr fikse, sepse 8 shpatat tregon se në fund të muajit mund të lindin pasiguri, hezitime ose mendime që ju bëjnë të ndiheni të bllokuar ose të bllokuara. Për disa nga ju, ky hezitim apo kjo zbeje mund të vinë nga frika për të lunduar, mund të vinë nga dyshimet ose nga kufit që i vendosni ju vetes. Në tërësi, dashuria mund t'ju ofroj mundësi për t'u afruar më shumë me dikë, ose për të forcuar një lidhje, por gjithashtu ju këshillohet të përballeni me kufit që mund t'ja vendosni ju vetes. Unë do të thoja se ajo që ndërtohet me durim ka më shumë gjasa që të zgjas. Kartat këshillojnë të mos lejoni që frika të flasë më fort se zemra. Kalojmë tek puna. Në punë kemi kulla, dielli, gjykimi, drejtësia. Në aspektin profesional, muaji gusht mund të nisë me një ndryshim që nuk e kishit imagjinuar, planifikuar, dhe kulla tregon se një situatë mund të shembet për të krijuar hapësirë për diçka më të përshtatshme. Për disa nga ju mund të ketë një ndryshim në ambientin e punës, ose në planet që kishit ndërtuar ose që keni ndërtuar. Edhe pse fillimisht mund të ketë ose mund të duket si tronditje, për disa nga ju, jo për të gjithë. Kulla tregon se kjo lëvizje nuk është pa një arsye. Pra, kulla ose shembja mund të jetë edhe për mirë, por edhe jo për mirë. Pas kullës ndriçon dielli, i cili ndryshon tërësisht energjinë e muajit. Pra, me diellin nënkuptohet lajmi i mirë, ose të ndiheni më të vlerësuar ose më të vlerësuara, ose të shihni më qartë drejtimin që duhet të ndiqni. Pra, fitohet një lloj qartësie dhe kjo qartësi lidhet edhe me gjykimin, i cili sugjeron se mund të merrni një vendim të rëndësishëm ose të kuptoni se ka ardhur koha për të mbyllur një etapë dhe për të nisur një etapë tjetër.
Më pas, drejtësia nënkupton se përpjekjet dhe vendimet e marra me përgjegjësi kanë gjasa të sjellin rezultate të drejta. Çdo hap i muajit duket se ju çon drejt një ekuilibri më të madh profesional. Në tërësi, mund të thoja se edhe nëse muaji nis me ndryshime të papritura, pra me kullën, kartat tregojnë se ato mund të hapin rrugën për zhvillime pozitive. Në fund, qartësia dhe drejtësia kanë gjasa të mbizotrojnë mbi pasigurinë e fillimit. Kartat këshillojnë të mos keni frikë nga ndryshimet që ju detyrojnë të rriteni. Sfida e muajit për ju është karta divorci. Divorci nuk do të thotë se të gjithë demët do divorcohen ose janë divorcuar. Pra, divorci nuk flet domosdoshmërisht për ndarje martesore, por flet për nevojën për t'u shkëputur nga lidhje, për t'u shkëputur nga zakone ose nga situata që nuk ju shërbejnë më. Ndonjëherë sfida më e madhe është të pranoni se jo çdo gjë është menduar të vazhdojë për gjithmonë, sepse as ne nuk do të jetojmë për gjithmonë. Unë do të thoja se jeta është e kufizuar dhe pavarësisht bindjeve që secili mund të ketë për rilindjen apo për jetët e mëparshme, disa cikle në këtë botë ku jemi, gjithsesi duhet të përfundojnë. Bekimi i muajit për ju është karta interesi. Interesi ju thot të dalloni vlerën e vërtet, si te vetja, ashtu edhe tek të tjerët. Ky muaj mund t'ju ndihmoj të kuptoni kush ju vlerëson sinqerisht dhe njëkohësisht t'ju bëj të zbuloni arin tuaj, pra aftësitë, potencialin dhe vlerat që meritoni t'i çmoni më shumë. Paç.